Shikues të respektuar, me këtë specialit të ditës do të ndiqni një bisedë që lidhet me procesin zgjedhor. Me profesor Bekim Kadriun do të bisedojmë rreth momentit të ri politik që u krijua me rastin e listave të votimit, respektivisht të unifikimit të këtyre listave nga ana e LSDM-s dhe VMRO-s. Profesor, këto lista pra I verifikoi, me fjalë gjyqi administrativ nëse nuk gabojmë, dhe nuk pati fuqinë Këshilli Komunal Zgjedhor që të bëjë diçka më tepër në këtë aspekt. Po, është e vërtetë, do të thënë, vendimet e gjykatës administrative në këtë procedurë që kanë bëjnë me procesin zgjedhor janë përfundimtare. Nuk ka ndonjë mjet juridik tjetër I cili mund të ushtrohet. Komisioni komunal në Kërçov e bëri punën e vet. Vendosi që lista e ushtruar nga partia opozitare LSDM ishte në kundërshtim me kodin zgjedhor, për shkak se kishte kandidat të propozuar të cilët ishin edhe në listën e LSDM-s edhe në listën e VMRO-s, gjë që me kodin zgjedhor nuk është e lejuar. Mirë po, këtu ka një moment tjetër I cili duhet të përmendet, është fakti se VMRO paraprakisht e revokon listën e vet të propozuar të këshilltarëve dhe atë bën në Komisionin Shtetëror Zgjedhor. Këtu pikërisht domethënë alibia e bllokut politik Maqedonisë apo? Edhe gjykatës administrative. Se gjykata administrative vendos se lista e propozuar nga LSDM-ja është në aspektin ligjor në rregull, për shkak se VMRO paraprakisht e ka revokuar listën e vet. Ashtu që kandidatët e VMRO-s në listën e LSDM-s në fakt nuk janë më në listën e VMRO-s për shkak se lista e VMRO-s është e revokuar. Problemi qëndron dhe shkelja e kodit zgjedhor qëndron në atë se revokim të listave të kandidatëve kodi zgjedhor nuk parasheh. Qëni, ka një moment të caktuar, derisa normalisht në afatet ligjore, propozuesit I propozojnë listat e tyre për këshilltar. Dhe deri në një moment të caktuar ato I propozojnë në momentin kur I merr komisioni komunal. I shqyrton. Nëse ka pengesa procedurale mund t'i kthejë te propozuesi që t'i përmirësojnë. Nëse nuk ka pengesa I çon te Komisioni Shtetëror Zgjedhor. Nëse komisioni nuk ka vërejtje I kthen te komisioni komunal dhe komisioni komunal I vërteton. Në momentin kur I vërteton komisioni komunal listat e propozuesve ligjor, aty mundësi për revokim nuk ka. Kodi zgjedhor nuk parasheh mundësi për revokim. Dhe kjo nuk është, si të them, pa arsye. Mund të thuhet këtu profesor se ka vakum ligjor, ka vakum në këtë rregullativ ligjore? Nuk mendoj se ka vakum. Për shkak se e thash këtë pikërisht për ato se për herë të parë paraqitet një rast I këtij, për herë të parë. Do të thënë mendimi im është se nëse ligji analizohet më gjerë, jo vetëm një dispozit per se si e tillë, por analizohet më gjerë dhe interpretohet në forma të ndryshme, duke përfshirë edhe interpretimin atë çka quajmë ne teleologjik. Do të thënë çka është qëllimi I ligjit. Momentet caktuara do të shihni qartë se revokimi nuk ka logjik. Që pa logjik. Do të thonë është bërë shkelje ligjore. Absolutisht. Revokimi nuk ka logjik për shkak se prej momentit kur përfundon dhe vërtetohen listat e këshilltarëve nga komisioni komunal. Prej atij momenti pastaj varen veprime tjera procedurale. Për shembull, listat e kandidatëve dhe listat e këshilltarëve publikohen. Publikohen në vend votime, poshtë. Keni kujdes, po duhet të shtypet edhe fleta e votimit. Pikërisht këtë arsye kishte numëruar edhe kryetari e Komisionit Komunal Zgjedhor, zonja Latifi Bajrami në gjykatën administrative. Absolutisht. Do thënë,
varen shumë veprime procedurale. Do e thënë, në një moment ju do mos të thoni deri këtu mund të bëni revokime, ndryshime. Në momentin kur vërtetohen, nuk ka mundësi për revokime. Nuk mund tani secilit propozuesi ti kujtohet ne revokojmë, e ndrojmë listën, fusim antar tjerë në listë ose kandidat tjerë dhe ashtu me radhë. Nuk ka mundësi dhe kjo bëhet për shkak të sigurisë juridike të subjekteve tjerë që marrin pjesë në procesin zgjedhor. Për sigurinë juridike, siguria juridike është shumë e rëndësishme në drejtësi. Dhe në drejtësi njihen shumë raste kur një deklarate dhënë ose një veprim juridik nuk mund të revokohet. Është shumë normale për shkak të sigurisë juridike të subjekteve tjerë. Edhe në këtë rast. Edhe këtu një moment është shumë i rëndësishëm po ashtu. Do të thënë revokim kodi zgjedhor nuk parasheh. Nga ana tjetër, për pyetjet që kanë të bëjnë me listat e këshilltarëve të propozuar. Kompetencë ka komisioni komunal. Okay? Në këtë rast, revokimin VMRO e bën në Komisionin Shtetëror Zgjedhor. Që është po ashtu një indicie se ka shkelje ligjore. Pse e bën atë? Ajo do të thonë që duhet bërë në Komisionin Komunal Zgjedhor. Së pari kjo gjë nuk parashihet me ligj. Nuk ka mundësi të bëhet revokimi. Po edhe nëse kishte mundësi, do kishte kompetencë Komisioni Komunal. Absolutisht. Jo, po duke e ditur këtë VMRO se në Komisionin Komunal nuk do të ketë sukses një gjë e tillë, e bën revokimin në Komisionin Shtetëror Zgjedhor. Dhe në momentin kur LSDM propozon listë re me antar nga partia tjetër, VMRO, Komisioni Komunal e refuzon listën, partia propozuesi pa ditë të gjykata administrative dhe gjykata administrative thotë se propozimi është i mirë, lista është në rregull në aspektin ligjor, për shkak se VMRO e ka revokuar listën e vet, por revokimin e ka bërë në Komisionin Shtetëror Zgjedhor. Kuptoni, ka një farë trekëndësh të krijuar, të imagjinuar, që nuk është i paraparë me ligj, me qëllim të duket nga jashtë sikur gjithçka është në përputhje me ligjin, por de facto nuk është në përputhje me ligjin. Ka shkelje të rënda ligjore dhe mendoj se tani mundohemi të gjejmë ndonjë justifikim për këtë gjë, mirë po justifikim absolutisht nuk ka. Edhe argumenti që Komisioni Shtetëror Zgjedhor e paraqet se në atë drejtim se ka kompetenca të vendosi për çështje tjera në përputhje me ligjin. Dhe këtë çështje të revokimit e fut te kjo dispozit. Është pak paradoksale. Se çështje tjera në përputhje me ligjin, por jo çështje tjera në kundërshtim me ligjin. Jo çështje tjera që nuk janë të rregulluara me ligj. Komisioni Shtetëror Zgjedhor e interpreton ligjin aq gjerë sa vendohet në rolin e ligjdhënësit. Komisioni Shtetëror Zgjedhor nuk është ligjdhënës. Komisioni Shtetëror Zgjedhor në këtë rast krijon rregull të re që nuk është e paraparë në ligj. Dhe në atë mënyrë merr kompetencat pushtetit ligjdhënës. Komisioni Shtetëror Zgjedhor është pjesë e pushtetit ekzekutiv. Ata kanë obligim që ta implementojnë ligjin çashtu si është, e jo të krijojnë rregull të re nga asgjëja. Zoti Bekim, në këtë rast tani, shqiptarët, partitë politike shqiptare konkurrojnë me 3 lista këshilltarësh. Tani ndodhemi para një akti të kryt, partitë e blokut politik Maqedonas me një listë të vetme. Unë do të doja që të sqarojmë tani sistemin e Dontit, si do të zhvillohet procesi i votimit, si do të numërohen votat, ku është dëmi i popullatës shqiptare, respektivisht i kandidatëve shqiptarë në përbërjen e re të Këshillit Komunal të Kërçovës. S'pari më lejoni të them një gjë, se në bazë të ndarjes së pushtetit te organet e komunës, si njësieve të administrimit lokal, në kuptimin kryetari i komunës dhe këshilli. Këshilli ka rëndësi dhe ka peshë shumë të madhe sipas mendimit tim. Andaj nuk guxojmë ta nënçmojmë vlerën, nuk guxon ta nënçmojmë peshën e të pasurit shumicë në këshill, si shqiptarë. E thënë pa diskutim. Do mos të kemi shumicë. Kryetari pa këshillin, mendoj që mund shumë lehtë të bllokohet në veprimet e tij.
nëse kemi një qëllim që të fitojmë zgjedhjet e 24 marsit dhe përfundimisht komuna të administrohet nga shqiptarët, që është një kërkesë shumë legjitime për shkak se shqiptarët dhe e moshme. Absolutisht, për shkak se shqiptarët janë shumicë në këtë komunë. Dhe në bazë të gjithë parimeve themelore demokratike duhet të udhëhiqet komuna nga shqiptarët. Nëse kemi këtë qëllim, mua më vjen shumë mirë që për kryetar të komunës u përkrah nga subjektet politike shqiptare një kandidat. Dhe është shumë në rregull. Për fat të keq, kur bëhet fjalë për këshillin e komunës, ekzistojnë tani 3 lista të këshilltarëve, të cilat lista rrezikojnë që vota shqiptare në Kërçov të çahet, të coptohet, të ndahet. Me përçarjen e votës shqiptare, rrezikohet të humben këshilltar të mundshëm që mund të fitohen, nëse vota është e unifikuar, nëse vota është e bashkuar shqiptare. Në njërin blok, në rastin konkret. Vota shqiptare, në kuptimin të shkojë në një vend, të njëra listë, jo të 3 lista të shpërndahet. Se keni kujdes, sistemi i dontit, dhe thënë, varet sidomos nga numri atyre që dalin në zgjedhje. Censusi. Në bazë të numrit të atyre që dalin në zgjedhje, që keni kujdes, në rastin e Kërçovës përqindja do të jetë shumë e lartë. Që do thotë? Kjo do thotë që rritet edhe pragu për të fituar një këshilltar. Kufiri për ta fituar një këshilltar. Nëse keni 3 lista, votat do të shkojnë në 3 vende, në 3 kutia të themi. Gjithmonë do të ketë, te secila lista, do të ketë një numër të caktuar të votave që do të mbesin në fund. Të cilat vota do të jenë të konsiderueshme ndoshta, por nuk do të jenë të mjaftueshme të fitohet këshilltar. Shembull, dhe këto vota 990 mund të jetë. Shembull, te njëra, 500 te tjetra, 1000 te tjetra, nëse pragu është më i lartë dhe me 1000 nuk mund të fitohet një këshilltar, supozojmë tani. Nëse këto 3 mbetje nga të 3 listat bashkohen, i kenë në një vend, atëherë ti fiton 1 ose 2 këshilltar tepër. Nëse i ke të ndara, përkundrazi, 1, 2 ose më tepër këshilltar, i humb. E tani, nëse kemi raportin parasysh të elektoratit shqiptar dhe maqedonas në Kërçov, dhe nëse kemi parasysh, do të thënë, numrin e mërgjimtarëve kërçovar, dallimi do të jetë shumë i vogël. Dhe 1-2 këshilltar mund të ndikojnë që të keni ose mos e keni shumicën në këshill. Prandaj mendoj që dojmos të bëhet bashkimi i votës shqiptare. Mbetje e këtyre votave në çdo listë të këshilltarëve i shkon në rastin konkret VMRO DPMNE-s apo blokut politik Maqedonas listës së tyre të përbashkët? Do të thënë, shive, te ato mbetja atyre votuesve ku shkon? Do të thënë, ju nuk fitoni. Nuk fiton lista. Nuk fiton lista e dytë, nuk fiton lista e tretë. Normalisht do shpërndahen votat 84. Mirë po, mbetja te ju do jetë më e madhe, se keni 3 mbetje, ndërsa te grupi tjetër keni vetëm 1 mbetje. Me faktin që keni 3 mbetje, ju rrezikoni të humbni, që normalisht do të shpërndahen te lista të cilat kanë më shumë. Ajo do të thotë lista e në rastin konkret LSDM-s dhe lista e BDI-s. Po mbeturinat poshtë i quajnë në thojza, mbeturinat te bloku shqiptar do të jetë më e madhe dhe automatikisht ajo ndikon që numri i këshilltarëve maqedonas të rritet. Çka, profesor, për të dalë nga kjo situatë, se vërtet është rënduar. Kemi një situatë të re ku konkurimi me 3 lista votimi dëmton këtë proces, respektivisht për të fituar shumicën e këshilltarëve shqiptar në përbërjen e re të Këshillit Komunal të Kërçovës. Ju jeni edhe pjesë e iniciativës qytetare Uskana 2013, keni marrë disa hapa, disa iniciativa për